mirë se ke ardhë, o zotni. Pa i kishe përësit shumë Habibi, nuk e disha kush ai Gargamel që i ka përësit 5 pjata, që vë t'i bje dhe tjera, në shumë mërzit. Si që kalzova, kush është domethënë pronari i këtij biznesi, pas pak domethënë duke e shijuar ushqimin, jam kallzuar edhe pronarin dhe historinë e këtij biznesi. Atëherë që prezantoj domethënë me pronarin, kjo është Alianze Zaire apo përndryshe i thojnë lideri suprem. Ushqimin e kena jashtëzakonisht mirë, ato zojat që punojnë aty e bëjnë me shumë pasion, shija është e veçantë. Që shpjetojnë 100% halal, apo? 100% halal, normal se peshjo 100% halal. Të peshko s'ka këtë, a? S'ka halal aroma aty, po është ushqim i zgjedhëm. Jemi të vetmit në Prishtinë me këtë lloj përgatitje, kështu që na ke neru edhe ti me prezencën, veç shtu asnjë mishteri sikur ti s'ka porosit kallabllëk. Kështu që domethënë e kena një marrëveshje këtu na për shijes që e ka, kur të futesh brenda ato që e porosit duhesh me xhbi komplet. Ka me vete, a? Ja, nuk ka me vete këtu duhesh me hangër komplet deri në fund. Kjo është çfarë? Fish fingers si themi. Çfarë boti, a? Kjo është veç file e peshkut e bardh, pa hala, mësh me hangër pa utët. Do të smoj me Një, mënaj që ki taksirat nëse ti çfarë na fake ki qillon ty na një, po nuk ka çfarë. Fedem. Edhe sosin tonë e provove kështu, që kjo është ai tartar sosi që kemi sekret. Me huda, a? Ja, tash me huda më thash sekret, më me të kallëzu me shkallë, atëre kallë të ja, po s'ka huda, ja. Po në mi nxjerr fjalë, me han. E kina plan me qeltës, tash, me që nej... Edhe shto karkarit, dhe më thoni pas këtë qirume. Edhe karkarizat janë të qirume, sakt. No, s'keni nevoj më zhyte, me avo bel, me në herë e kopë. Në te për e mirë, o zëtë, mashallah. Po më frita alarë, se s'mu ta ketë me hongër, edhe të kam e ma mashallah ke hongër shumë.